intervistat e tua, I vlerësuara. Atëherë, çfarë mund të thotë Edi për profesionin që bën sot? Kur e ka filluar, sa I apasionuar ka qenë, është dhe në vazhdim do të jetë për fotografinë? Atëherë, unë jam rritur në një familje fotografës, më saktë mamaja ime dhe dajuja ime janë fotografë të vjetër, dhe jam rritur në botën e fotografisë në studion e fotografëve të Fierit, profesionistët të njohur, që në kohën e filmit dhe pjesë e familjes, do thua, që fëmijë më ka tërhequr fotografia dhe paka shumë kam lozur me aparatet e fotografëve të vjetër që na mbanin e përkëm, na përkëdhelnin qik dhe mësonin. Ishte tërheqje e parë dhe frymëzimi nga familja. Pastaj më vonë, rreth viteve të para të gjimnazit, dajuja im që s'mund ta lë pa përmendur Kristaj Qosej, një fotograf I vjetër, ndjes pas që për mua është një burim frymëzimi dhe më ka trashëguar dhe me disiplinën e tij fotografinë. Kam filluar me shokët e mi të klasës, në përfesta, ditëlindje, ekskursione që bënim. Edhe një nga pjesët më të bukura të... Çfarë vitesh? Flasim për vitet diku te 93, 92, 93, 94 edhe në vazhdim. Dhe ka qenë një tërheqje më saktë që e kam vazhduar këtë. Dhe më mbas fillova në studion ku punonte mamaja dhe dajuja ime dhe e vazhdova si shërbim këtë pjesë. E bëj edhe sot e kësaj dite. Po sot kemi një ndryshim se është fotografia digjitale. Çfarë ndryshimi është për ju? Çfarë ndryshimi ka? Ndryshimi do thosha që është thjesht një teknik më lehtësuese, por që në parim do thosha që nuk ka një ndryshim të madh. Do të përmendja me aq sa kam lexuar kur u shpik fotografia, shumë njerëz mendonin që fotografia në një moment të merr shpirtin në një sen